Receta me vezë që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Nëse doni të keni një lëkurë të pastër, kjo maskë përdoret në sallone bukurie dhe është përdorur prej mira vitesh më parë. Gjithçka që na duhen janë 1 e bardhë veze, 4 lugë mjalt. Mjalti është një rigjenerues i fuqishëm dhe antibakterial, ndërsa veza pastruese ndihmon në heqjen e shenjave. Së bashku ato bëjnë një mrekulli për lëkurën. Përzijeni mirë dhe aplikoni në lëkurë. Lëreni të veprojë për 20 minuta dhe pastaj lajini fytyrën si zakonisht. Në qoftë se keni vërtet shumë akne, kësaj mase mund t'i shtoni 2 pika lëng limoni të freskët dhe rezultatet që ju do të keni do të jenë të shkëlqyera. Do të zhdukni njolla dhe të gjitha rrudhat në fytyrën tuaj.